Allahu thot ja ju e nas, o ju njerëz, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Keni frikë Zotit të Madhërisëm, i cili ju ka krijuar për një vete. E pastaj tha khalaqa minha zawjaha, dhe pastaj prej tij ka krijuar bashortën. O batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, dhe pastaj për aty në dyve, Ademit dhe Hawas, ka kriju burra dhe gra shumë në jetën e kësaj bote. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Keni frikë Allahun në të cilin ju betoheni, dhe rune familjen. Inna Allaha kana aleikum raqiba. Se Allahu e ka marrë përsipër me rujt këtë vendim në jetën e kësaj bote. Nëse dështon ti, dhe ta mbron Zoti i Madhërisëm, për ti do të jap llogari për Allahut azza wa jall. Në çdo hutbë të dashur vëllezër, pejgamberi alayhis salam e ka lexuar këtë ajet. E dini pse? Çfarë sa është i bukur Zoti i Madhërisëm, sa është i mëshirshëm Zoti i Madhërisëm.